Sulmi I parë që sapo kaloi. E theu agoninë që po vazhdonte më shumë se 1 muaj që nga luftimet e Malinës dhe Brezës. Luftimet atje ishin tepër të ashpërta dhe një matje e forcave në terren që po zhvilloheshin për herë të parë ballë për ballë mes dy palëve. Ushtria dhe policia maqedonase përdori të gjithë armatimin që e kishte në disponim, përfshirë edhe artillerinë e rëndë dhe helikopterët. Megjithatë, nuk arritën ta zbrapsin edhe ta shpartallojnë UÇK-n. Përkundrazi, UÇK-ja arriti të rigrupohet dhe të pozicionohet në fshatrat e Likovës me bazë në Slupçan. Funksiononte në ilegalitet, por me sukses po ndërtonte strukturat e veta me një intensitet të madh, pasi që popullata vendase ju përgjigj masovikisht si me vullnetar, po ashtu edhe materialisht. Sulmi mbi një fshat të madh siç ishte Slupçani, I banuar me mbi 4000 banor, ishte një hap për ta pamundësuar UÇK-n të fuqizohet më shumë dhe lufta të mos merr karakteristikat e një kryengryetje popullore e cila do të mund të shtrihej në tërë lokalitetet e banuara me shqiptar etnik përgjatë vijës së natyrshme etnike. Motonin që të mos përhapet në qytetin e Kumanovës e më pas edhe në Shkup, ku do të rrezikojë vërtet ekzistenca një shteti artificial që sapo kishte mbushur vetëm 10 vite shtetësi. Shteti I posedonte informacionet për një mobilizim të përgjithshëm të komunës së Likovës dhe më gjerë. Nga ana tjetër, Serbia ishte në ethet e luftës që po zhvillohej ndërmjet UÇK-BMB-s dhe forcave serbe. Po e motivonte edhe më shumë Maqedoninë të jetë sa më e vendosur në përpjekjet për të shkatruar këtë rezistencë derisa ishte në fillim, duke ndihmuar me informata spionazhi dhe me armatime të nevojshme. Ne më ishim në pozicionet tona dhe po përcjellnim situatën. Filluan granatimet me një intensitet në rritje dhe po gjuhej nga pika të ndryshme. Artilleria e rëndë po godiste pikat periferike të fshatit, ku ishin barikadimet e UÇK-s. Ko pas kohë gjuanin edhe qendrën e fshatit. Filluan shtëpitë të digjeshin dhe të ngritet tym I madh dhe pluhur. Dukej si një ëndër rekegje, si një mortaj që po shkatronte mundin që kishte zgjatur me dekada dhe shekuj për të ndërtuar këto fshatra. Po përllosej dhe në përkëmbë gjersa e buqjeve që ishte derur si lumbja të toka dhe kopshte, me cilat kishin arritur të ndërtojnë vendbanimet stërgjyshore. Aty po shkatërroi gjersa dhe lotët e gurbetçarëve që kishin derdhur në vendet evropiane për një ardhmëri më të mirë të familjeve të tyre. Gurbetin jo që I kishin zgjedhur me dëshirë, por ishin detyruar pasi që të gjitha dyert e përplanimit, shteti shovenist ja kishte mbyllur me pa të drejtë e shpesh kur shqiptarët I drejtoheshin organeve të shtetit për ndonjë nevojë apo dokument administrativ, po shtoroheshin dhe fyeshin në mënyrë barbare. Fjalët e para që dilnin nga goja e administratorëve shtetëror, bilin ndonjëherë edhe pasues të spitaleve, ishin Odi te Albania, pra shkojnë në Shqipëri, apo ke vikna policia, që do thot do ta tharras policinë. Tatimet dhe pagesat tjera gjithmonë ishin më të larta për shqiptarët dhe kamatat vetëm rriteshin në mënyrë që shqiptari kur mos mund të dalë nga borxhet e shtetit. Granatimet ishin shumë të ashpërta dhe era e kimikateve që lishonin ato fillon të ndikojnë në shëndetin tonë. Edhe se akoma shumë afër nesh nuk ishin rënë asnjë granat, filluam të moliseshim dhe na merrte gjumi kohë pas kohe. Brengoshim se ndoshta është ndonjë gaz helmues, me anë të cilit do të na paralizoni dhe pastaj të na zinin të gjallë. Kjo teori kishte qenë e gabuar, sepse në ditët në vazhdim ne disi u adaptuam dhe nuk dikonte më fare si më parë. Granatimet e intensifikuara po merrin jetët e para. Dy burra të pjekur në moshë, Ramiz Demiri dhe Remzi Osmani, kishin qenë duke vëzhguar fshatin që po granatoi dhe po bëhej shkrum behi. Të brengosur për situatën, kishin qenë duke biseduar dhe pa pritur në afërsitë të tyre, bie një granate fuqishme duke I lënë rënd të plagosur. Ndihma e parë ju kishte dhënë, por nga plagët vdekjeprurëse kishin humbur jetën duke u bërë dëshmorët e parë të një lufte të pabarabartë. Ramizi ishte I njohur për mikpritjen e njësiteve të UÇK-s, kurse Remziu e kishte ndihmuar gjithashtu UÇK-n gjatë periudhës së ilegalitetit. Istikamet pikërisht I kishte hapur ai dhe Qenani me eskavatorin e tij.